Mirë, jemi rikthyer, flasim për zhvillimet në Kosovë, duke shtruar pyetjen nëse mund të ketë zhvillim ekonomik pa stabilitet politik. Kam kënaqësinë që të kem zotin Jakub Bellaqja, ekspert ekonomie në Kosovë. Zoti Bellaqja, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje për audiencën e juaj. Kënaqësi që jeni me ne. Shpallja e zgjedhjeve të parakohshme brenda 45 ditëve, konkretisht do të mbahen në 7 qershor, ka ngjallur edhe apo ka shkaktuar edhe reagim nga komuniteti i bizneseve mbi pasojat që ka sjell dhe mund të sjell ky destabilitet politik. Të ndalemi pak mbi këto efekte dhe pasoja pra që mund t'i sjell ekonomisë së Kosovës, pikërisht klima e tensionuar politike. Po, sigurisht se jo stabiliteti politik ndikon edhe në jo stabilitetin ekonomik, për shkak se ndikon direkt në ambientin e bënit biznes, edhe krijohet një imazh jo stabil dhe në mungesë e mosndimit të elitit, gjithashtu mungesë apo jo fuqik apo kapacitet institucionale, për arsye sepse vetëm vitin e kaluar kemi pasur 4 zgjedhje realisht prap shkojnë vende me 7 qershor në zgjedhje për arsye për shkak të ngërçet politik apo mos zgjedhje çështjeve politike që krijon një stabilitet politik që ndikon direkt në investimet e jashtme direkte në sektoret strategjik të ekonomisë edhe i ngadalson rritjen ekonomike, edhe i ngadalson edhe investitorët e jashtëm edhe krijon një pasiguri që të investohet në Kosovë në këtë rast sepse zgjedhje pas zgjedhje realisht krijohet një imazh jo pozitiv apo negativ që të investohet në Kosovë për shkak se s'ka stabilitet politik edhe në ka siguri juridike dhe politike në mënyrë që të investohet sepse zakonisht investitorët investojnë në aspektin afat mesme dhe afatgjatë derisa nuk stabilizohet gjendja politike edhe nuk ka stabilitet politik, sigurisht ndikon edhe në ekonomi, edhe zakonisht kjo krijohet një imazh jo pozitiv sepse agenda politike dominon për agendës ekonomike. Edhe duke mbetur tek ky argument, dua t'ju pyes pak pra te ajo çfarë ju vut në duke që agenda politike dominon atë ekonomike. Në gjykimin tuaj, por edhe në perceptimin publik, pra se si është parë, pikërisht lëvizja, qëndrimet që kanë mbajtur palët, grupimet politike, a kanë treguar vullnet për zgjidhjen e kësaj situate në gjykimin tuaj, pikërisht edhe për të parandaluar këto pasoja, pra faktin që qytetarët e Kosovës do t'i drejtohen për të 5 herë në harkun e 16 muajve kutive të votimit. Realisht në aspekt politike nuk ka pas vullnetin e duhur dhe fleksibilitetin e nevojshëm dhe domosdoshmërinë e nevojshme që të kalojnë këtë ngërsh politik. Gjitha partitë, gjithë spektri i kanë realisht përgjithësitë e veta pse nuk e kanë realizuar dhe kanë çuar vendin në zgjedhje vetë fakti që në vitin e kaluar në inflacioni prej kurrikut, vitin e kaluar në inflacioni ku ka ndikuar që të rritet dhe të marrë have prej 4.3%, pastaj 4.5%, pastaj 4.7%, ku në muajin e kaluar sipas ASK-s publikimet e fundit që ka pas 6.7%, dhe më thënë inflacioni më i lartë se çdo herë për shkak të ngërshjeve politike, pasigurisë politike, zgjedhje pas zgjedhje, edhe pse zgjedhjet që mas një kostos mesatare diku 11 milionerë një par zgjedhje që të organizohen dhe kosta e zgjedhje është mirë, po efekti është edhe më i madh në aspektin ekonomik se vitin e kaluar për shembull në marrëveshjet ndërkombëtare mbi 2/3 që duhet të votohen në Parlament të Kosovës ka mbetur pa i miratuar në vitin e kaluar, në këtë vit por sa filloi një stabilitet politik dhe marrëveshjet ndërkombëtare për këtë vit u miratuan, mirë po nëse vazhdon ky avaz dhe mos zgjedhje e probleme politike ndikon direkt në ekonominë që
që mos realizohen si në planin e rritjes, si në nuk gjen mekanizma që të zbatohen këto marrëveshje, andaj edhe duhet këtë vullnet edhe politikanët edhe për kufizimi politike, thonë se politikanët duhet që të zgjidh problemet e shoqërisë dhe të shtetit dhe të ketë vullnet politik për mandatën të cilët është i thirrur në bazë të tyre përgjegjësisë që të i referohen edhe që ka dhënë besimin edhe kryen ligje të mira, admirator ligje të mira dhe të vazhdojë agjendën e vete, jo të shkojnë zgjedhje pas zgjedhje, mos të thjesht të angultat edhe ambientin ekonomik edhe stabilitetin ekonomik që ndikon direkt që të rritet edhe çmimet për çdo ditë më shumë për shkak që mekanizmat e institucionet nuk në nivelin e duhur, nuk kanë kapacitetin e duhur, seriozitetin e duhur që ta kenë ekonominë në kontroll dhe mekanizmat ekonomik që të veprojnë konform situatës rrethonave të cilat e krijojnë e më shumë mirën me ekonomi e jo me politikë, sepse për çdo ditë me shumë inflacioni edhe kosti i jetës është pa përballueshëm, një nuk ka rritje e çmimit, pastaj vrapon tjetër edhe inflacioni, gjithashtu ka ndikuar negativisht edhe komponentët, sidomos inflacionin, pjesë inflacionit edhe e modë është importuar nga jashtë, sidomos edhe në kohët fundit komponente që ka ndikuar derivatëve të cilët që importohet nga lindja e mesme lufta, që ka ndikuar që të jemi ekonomia ndërvarë dhe thjesht ekonomi konsumuese dhe 80% importojnë edhe nuk ka prodhim shumë pak momentin, nuk ka prodhim shumë pak vetë fakti që vitin e kaluar për shembull 7 miliardë euro janë eksportuar, janë vërtet realisht janë importuar, ndërsa 923 milionë euro janë eksportuar. Është një disbalancë shumë i madhe në këtë rast një ekonomi është zhvillimore edhe ka një status zhvillimit ekonomik nëse ka eksport më shumë se sa import mirë, po duhet të rritet prodhimi i brendshëm, duhet të rritet eksporti, për të rritur prodhimi i brendshëm duhet të subvencionohet prodhimi, gjithashtu eksporti duhet të subvencionohet dhe ekonomi duhet të ketë politika duhanore mbrojtëse me vendet e jashtme për gjitha importet të cilat e vendet ka stimulojnë prodhimin e brendshëm dhe të krijojnë një stimulim të prodhimit të brendshëm që të ketë çmimet prodhimit, jo çmimet tregtare. Mirë, por një fakt tjetër që ka ndikuar është edhe çmimi i lartë të energjisë elektrike. Realisht që në vitin e kaluar dolën në treg të lirë, gjithashtu edhe mungesa e institucioneve në vitin e kaluar me parlamentet dhe qeverisë që zëreja të merr në vendim sepse zëreja raporton kuvendit nuk ka pasur mbikëqyrje se ka marrë disa herë vendime të cilët e kanë ngritur çmimin e energjisë elektrike, ku ka psuar ekonomia familjare, qytetare dhe gjithashtu edhe prodhuese, proponuese dhe me thënë edhe ekonomia shërbyese dhe prodhuese, të cilët e ka psuar direkt qytetare i Kosovës ku është reflektuar në ngritjen e çmimeve dhe ka destabilizuar jetën ekonomike dhe ka bërë pa përballueshëm për jetën qytetare. Zoti Bellaqa, analistët politik i kanë konsideruar pra zgjedhjet e qershorit si jo zgjidhje, që do të thotë ekziston risku që situata të vijojë të jetë tensionuar dhe të mos formohen institucionet e reja. Nëse kjo ndodh, pra nëse nuk arrihet të formohen institucione, cilat do të ishin pasojat në raport edhe me planin e rritjes, pra nëse rrezikohet djegja e fondeve të Bashkimit Evropian në adresë të Kosovës, nëse nuk formohet qeveria dhe institucionet pas zgjedhjeve të 7 qershorit? Thjesht në aspektin e ekonomisë ndikon negativisht për arsye se edhe fondet Bashkimit Evropian mbetin pa implementuar planin e rritjes, nëse pas zgjedhjeve nuk formohet qeveria dhe parlamenti dhe nuk zgjedhet presidenti, në këtë rast do duhet të ketë kompromise, të keni të integrohet nga imagjinata sociologjike dhe do duhet që të integrohet në rast
të shkojë dhe kompromise parti politike dhe mos të në vendin e zgjedhje edhe më mas këtyre zgjedhje sepse kriza politike krijon edhe përpo politike dhe ekonomike, thjesht edhe rritje dhe inflacioni, edhe rritjen e çmimit prapë do të vazhdojnë. Mirë, se ka probleme. Ata pak investitorë nuk do të investojnë në Kosovë. Edhe rrezikon të krijon një blokadë ekonomike që është në vendin që zvoglohet rritja ekonomike, zvoglohet bruto produkti, edhe përkeçon gjithë pregust makroekonomike si importet, eksportet, prodhimi, konsumi, gjithashtu edhe ndikon edhe në segmentet e tjera të jetës, kjo një destabilitet ekonomik, për shkak destabilitet politike, dhe thjesht ikja treve prezidentit nga Kosova, ma shumë për shkak përkeçimit gjendjes politike që ndikon direkt edhe në ambientin të biznes apo në destabilitetin ekonomik. E qartë. Mirë, Zoti Bellaqi, unë ju falenderoj, shumë kënaqësi që ishit me ne, faleminderit. Jeshte kënaqësi ju lutem. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, sepse kemi mbritur në fund të emisionit edhe për sot. Diskutuam në pjesën e parë për pronësinë industriale, domosdoshmërinë për regjistrimin e markave, dhe cilat janë përfitimet apo avantazhet nga kjo. Më pas u ndalëm tek programi i vetpunësimit, një mundësi që ofrohet për të rinjt kryesisht, të cilët kanë një ide biznesi duke u mbështetur në vlerën e gati 500.000 lekëve, dhe në pjesën e tretë u ndalëm për tek situata politike në Kosovë, destabiliteti i krijuar dhe ndikimi që ka sjell tek biznesi vendas, por edhe tek investimet e huaja. Nëse zgjedhjet e qershorit do të ofrojnë një zgjidhje apo do të jenë një palë zgjedhje më tepër, le të themi. Faleminderit, takimi i radhës nesër në orën 16. Deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshi.